12 studime të reja shkencore me fokus situatën e komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri u prezantua në Shkodër në konferencën shkencore me temë Dikimet 5. Puna e 12 studiuesve të rinj nga 6 universitete shqiptare solli prezantimin e metodave të ndryshme të kërkimit dhe qasjet analitike mbi çështjet e arsimit, punësimit, shëndetësisë dhe aspekte ligjore që prekin këto dy komunitete. Unë mendoj që përfshirja e këtyre komuniteteve, pra komuniteteve romer dhe egjiptiane në shoqërinë tonë kërkon jo vetëm politika të mirëfillta, por besoj edhe një ndjeshmëri të thellë njerëzore. Pas çdo statistike në fakt që ne tregojmë dhe çdo mas që propozojmë, qëndrojnë histori të jetuara. Familje që përballen me vështirësi të shtuar dhe njerëz që shpesh nuk ndihen të dëgjuar. Prandaj çdo përpjekje për integrim duhet të nisë prej këtij kuptimi. Cili është ky kuptim? Se respekti, dinjiteti dhe mundësitë e barabarta nuk janë privilegje, por të drejta themelore. Politikat sociale, arsimore dhe ekonomike mund të jenë instrumente të rëndësishme, por ato marrin kuptim vetëm kur ndërtohen me pjesëmarrjen e vetë komuniteteve dhe kur zbatohen me kujdes, duke parë tek çdo individ jo një grup në nevojë, në thojsa, por një qytetar me potencial, aspirata dhe kulturë të çmuar. Ndjeshmëria na udhëheq të mos mjaftohemi me synime të mira, por të punojmë që përfshira të bëhet realitet i prekshëm për secilin prej tyre. Është e rëndësishme të kuptojmë se përfshira e komuniteteve rome dhe egjiptiane nuk është një proces i njanshëm, por një marrëdhënie besimi që ndërtohet hap pas hapi. Na takon të krijojmë mekanizma ku zëri i tyre të dëgjohet realisht në shkollë, në institucionet vendimmarrëse, në hapësirat e punës dhe në jetën kulturore. Duke forcuar këtë dialog të ndërsjellë, ne jo vetëm adresojmë pabarazit, por pasurojmë shoqërinë me një diversitet që e bën më të plotë, më të drejtë dhe më humane. Jemi angazhuar fuqishëm në projekte që promovojnë punësim, fuqizim ekonomik, përmirësim të kushteve të jetesës për familjet rome dhe egjiptiane. Megjithatë, e dim të gjithë, pa përjashtim, që përfshirja sociale nuk përfundon asnjëherë, për askënd. Ajo është një proces i vazhdueshëm që kërkon njohuri shkencore, vëmendje të veçantë, politika të drejta dhe bashkëpunim të gjerë institucional. Pikërisht për këtë arsye, nisma si trill dhe konferenca të tilla përbëjnë një gur themeli në hartimin e politikave shumë më efikase dhe të bazuara në prova. Dhe studentët tregojnë më shumë detaje rreth punës së kryer dhe rezultateve të arritura që synojnë përmirësimin e politikave dhe praktikave sociale për komunitetin rom dhe atë egjiptian. Përfshira është e vogël, pra nga 420 pjesëmarrës nëpër emisionet të ndryshme që ne kemi monitoruar, vetëm 9 prej tyre ishin pjesëtarë të komunitetit rom. Gjithashtu ekzistojnë akoma video në kanalet televizive shqiptare të cilat përdorin fjalor denigrues për komunitetin rom. Sfidat e komunitetit rom dhe egjiptian janë institucionet sot, sepse duke marrë parasysh që institucionet nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrën për ta rehabilituar, dhe unë do të thoja që jo vetëm komuniteti rom dhe egjiptian ka sfida, edhe persona që vinë nga familje me probleme ekonomike kanë po të njëjtat sfida me komunitetin rom egjiptian. Ajo që është sfida e jote si një person nga majoranca, ajo është dhe sfida ime si antar i komunitetit rom. I kemi po të njëjta, por qasja për të dyja grupet është e ndryshme nga institucionet. Konferenca është pjesë e projektit Trill 24-25 dhe organizuar nga Vish Këpucet e Mia me mbështetjen e Zyrës së Jashtme Federale të Qeverisë së Gjermanisë. Projekti zbatohet në bashkëpunim me Universitetin Luigjë Gurakuqi të Shkodrës, Fanoli të Korçës, Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, Aleksandër Xhuvani të Elbasanit, Ismail Qemali të Vlorës, Qerem Çabej të Gjirokastrës dhe Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit.